denoncojnë dhe sjellin fakte dhe argumenta siç i kanë sjellë si fakte dhe argumenta. Në fundit, a duhet të ishin përfshirë? Patjetër që duhet të ishin përfshirë. Patjetër që duhet ishte akoma më i ashpër, unë e thash, por mos harroni një gjë Armela, që pat një lobim i cili ndikoi edhe në vonesën e daljes së raportit, por që siç duket ka dhënë edhe një lloj pasoje rrumbullakosje të disa fakteve reale, konkrete, cilat duhet ishin më të prekshme në mënyrën si e kap publiku një raport zgjedhor, një raport të tillë që ka edhe karakter pak sa thash, mos e përsëris diplomatik. Por dhe lobimi ka qenë, zoti Boçi, se e qenurat, e di që nuk është e këndshme kur ndërpres, po jam e detyruar dhe në këtë kushte që zhvillojmë intervistën. Pjesë e lobimit, dhe ju e keni denoncuar në Partinë Demokratike, ka qenë zoti Berisha, po ju edhe të tjerë pastaj, letrën e famshme të ish ministrit të jashtëm Igli Hasani, që i drejtonte OSBE Odirit saktësisht në 12 maj për ta rikujtuar që ka marrë një përhapje gjerë në atë kohë, por ju thoshit vazhdimisht që po bëhen edhe përpjekje të tjera dhe madje shpeshherë keni argumentuar këtë vonesë me këto përpjekje. Këto përpjekje nuk patën rezultate, apo patën? Jo, nuk kam pasur rezultatin e përpjekjes, kam pasur thjesht një lloj, do të themi, zbutje nga ana e komunikimit që ndërkombëtarët kanë dashur të ndërtojnë me përfaqësuesit e qeverisë. Ndalemi te faktet, që mos t'ju lëm të merreni me këtë, po ndalemi te faktet vetvete, kush janë të rëndësishme që ju i cilësoni që këto janë shumë të rëndësishme për 11 majin. Fakti kryesor ishte thash, njësimi i partisë me shtetin. Ky është fakti i tronditës, sepse zgjedhjet bien që në këtë moment, por dhe fakte tjera të përdorimit të burimeve njerëzore, të burimeve financiare, të intimidimit votës nëpërmjet ushtrimit presionit në administrat, të përdorimit të patronazhimit politik, që është i papranueshëm për normat ndërkombëtare, në këtë formë shprehet raporti. Dhe kjo është një goditje e madhe, nëse në raportet e tjera është anashkaluar, është vetëm një fjali e mjekullt, ky raport e përcakton qartazi që ky patronazhim është kriminal dhe është i tillë që ai nuk mund të realizohet përpos në një shtet ku nuk funksionon demokracia, ose një shtet ku partia është njësuar me vetë shtetin. Dhe pjesa tjetër, fakt duhet ishte më e ashpër, është pjesa e involvimit të krimit të organizuar në marrjen dhe rrëmbimin e votës, madje në atë që krimi organizuar ka dhe përfaqësuesit e vet sot në parlament dhe në mënyrë të tërfortë, nëpërmjet këtyre përfaqësuesve në parlament, ka dhe përfaqësuesit e vet në qeveri. Dhe kjo tek ne është e vërtetuar e dukshme dhe jo thjesht e denoncuar nga Partia Demokratike, por e dalet nga provat që ka kryer si pjesë e hetimeve njësia posaçme, jo në lartësinë e saj, se preket edhe ajo pjesë, megjithse duhet kishte një punë më të madhe, raporti e prek pak edhe punën e SPAK-ut, nuk e vlerëson, por kërkon që ai duhet ishte më shumë i angazhuar për gjetjen e krimeve zgjedhore. Dhe pjesa tjetër është pjesa e mënyrës se si u qasën krerët lokal në